Në fakt, nëse do të ndalemi tek deklaratat e zotit Shider për Shqipërinë, nga njëra anë është lajm i mirë për Shqipërinë, domethënë Mhm. qasja pozitive që edhe euroraportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian kishte ndaj integrimit të vendit tonë në strukturat e Bashkimit Evropian, është një qasje tërësisht pozitive. Por nga ana tjetër vlen apo lë për dëshiruar mënyra se si një diplomat si zoti Shider Mhm. qaset edhe karshi opozitës. Pra nëse do të shohim, zakonisht diplomatët patjetër që do të flasin në një gjuhë diplomatike, në një gjuhë të kujdesshme, por në rastin konkret zoti Shider duket sikur në një farë forme mbajti një lloj ane, duke kritikuar më shumë opozitën se sa vetë maggjorancën, ku maggjoranca vlen të theksohet që gjendet përballë një sër problematikash, kritikash, një sër akuzash. Kemi një maggjorancë që tashmë le të themi ka një sër le të themi eksponentësh të lartë të saj të Partisë Socialiste, por edhe vetë të qeverisë, të cilët ose janë nën hetim, ose janë të burgosur, ose janë të dënuar që kanë kryer le të themi dënimin e tyre, ose janë në arrati. Pra, një maggjorancë me të gjitha këto le të themi Mhm. aspekte negative të saj, zoti Shider nuk gjeti dot asnjë le të themi gjë për të kritikuar, por vetëm e përgëzoi për punën e bërë dhe madje edhe krahas deklaratave që bëri më herët në një konferencë me gazetarët pas takimeve që pati me faktorët politikë dhe aktorët politik në vendin tonë, pati edhe një tjetër ajo duhet dhe është qeveria, sepse një qeveri aq më tepër si në rastin konkret, qeveria jon Mhm. është qeveri që tashmë është në mandatin e katërt. Nuk besoj që ka qeveri në botë, qoftë kjo edhe vendet më të zhvilluara dhe më demokratike që nuk ka nevojë për kritik. Pra në çdo vend të botës ka vend për kritika për qeverinë. Ndërkohë në rastin e zotit